Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. I jep dorëheqjen zëvendës ministri i Arsimit Lulzim Aliu në Maqedoninë e Veriut. Dorëheqja është dorëzuar kryeministrit Istria Mickoski. Aliu tha se ky vendim erdhi pas reflektimit personal dhe profesional, që siç tha në këtë periudhë është mirë të vazhdoj punën në profesionin e tij akademik dhe të përkushtohet ndaj familjes. Ai falenderoi Partinë Alternativa për besimin e dhënë. Alianca për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravarit shpreh shqetësim për reformën ligjore dhe administrative që do të përfshijë njësinë për punë të brendshme në Strug Dipër Kërçov. Ky veprim cenon drejt për së drejti parimet kushtetuese të barazisë, përfaqësimin e drejtë dhe bashkëjetesës ndëretnike, si dhe minon besimin ndërmjet komuniteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Alianca për shqiptarët, pas deklaratës së djeshme të zëvendës ministrit të MPB-s, Astrid Iseni, që propozimet e tilla po diskutohen, por nuk kanë vendim definitiv, kërkon nga përfaqësuesit e koalicionit Vlen që të marrin përgjegjësinë politike që u takon, të reagojnë menjëherë dhe të vihen në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptar të Strugës, Diprës dhe Kërçovës. Në një konferencë për shtyp nga Alianca thuhet se me ndryshimet që po hartohen, kjo njësi do të kalojë në jurisdiksionin e sektorit për punë të brendshme në orë, përpasoj sipas saj në qytetet me shumicë shqiptare. Nuk parashihen më pozita kyçe si kryeshefi i policisë ose kryeshefi i njësisë antikrim dhe komandanti pikës kufitare dhe zëvendës komandant në stacionet policore. Pasqyrimi një politike që s'ndalon, nuk aplikohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat sipas demografisë dhe shumicës shqiptare në këtë region, kryeshefi i sektorit rajonal për kufirin i MPB-s me qendër në Ohër, emërohet një maqedonas nga Kërçova në një pozitë të cilën për 2 dekada e ka përfaqësuar shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon Izzet Mexhitin se 3 muaj pas zgjedhjeve lokale në komunën e Çajerit asnjë nga premtimet e tij nuk është realizuar, madje nuk ka nisur asnjë punë konkrete në terren. Sot pas 3 muaj qeverisje lokale, realiteti është krejtësisht i kundërt. Premtime boshe, mashtrim elektoral dhe mungesë totale veprimi. Sot asnjë shkollë nuk është renovuar, nuk ka asnjë investim të dukshëm në terren. Çajiri vazhdon të ketë mbeturina gjithandej, ndërsa ka humbur fuqia e shqiptarëve ndërmarrje të qytetit të Shkupit. Sipas asaj situata është po aq alarmante dhe brenda administratës komunale. Komuna funksionon pa kryetar gjatë pjesës më të madhe të ditës, pasi Izzet Mexhiti si gjithmonë shfaqet vetëm pas dite duke trajtuar udhëheqjen e komunës së çështje dytësore, deklarojnë nga BDI. E vetmja arritje që mund të evidentohet në këto 3 muaj është emërimi në post drejtori i shefit të shtabit zgjedhor, njëherësh dhe dhëndri i tij Besim Koka. Ky veprim është dëshmi e qartë se prioriteti i Izzet Mexhitit nuk janë qytetarët, por nepotizmi dhe interesat e ngushta personale. Zbardhen detaj nga operacioni në Negotin të Maqedonisë së Veriut, ku i gjetën 350.000 euro në murin e një shtëpie. Sipas policisë financiare, objektin e Negotin është pronë e prindërve të gjykatësit të apelit në Shkup, Gjoko Ristov. Mbi gjyqtarin rëndojnë dyshimet për veprën penale, fitimi i palishëm dhe fshehje pasurisë. Rajoni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos rinumërimin e të gjitha votave të zgjedhjeve të 28 dhjetorit në 28 komuna. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radoniqi tha se procesi i rinumërimit të votave nxjerr në pa saktësi të theksuara në numërimin e votave të kandidatëve, ndërsa votat e subjekteve politike rezultojnë kryesisht të sakta. Sipas raportit, nga vend votimet e rinumëruara në qendrën e numërimit të rezultateve rezulton se pas rinumërimit në qendra janë zbritur nga rezultati 36.000 vota për kandidat, të cilat u ish regjistruar atyre në qendrën komunale të numërimit. Këshilli për operacione zgjedhore propozoi që procesi zgjedhor të shkojë drejt një rinumërimi të plotë të votave pas parregullsive dhe mos përputhjeve të vënë re gjatë rinumërimit në disa vend votime. Sekretarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çetaku, pas vendimit të KQZ-s për të rinumëruar votat në 28 komuna, kërkoi rinumërim të plotë, hetim dhe përgjegjësi penale dhe politike. Kosova ka ndërtuar me shumë mund standardin e zgjedhjeve të lira të ndershme, prandaj çdo indikacion për cënim apo manipulim të votës është i patolerueshëm dhe kërkon reagim të menjëhershëm e të pakompromis institucional, deklaroi Vlora Çetaku. Sipas saj, demokracia ndërtohet mbi besim, transparencë dhe zbatim të ligjit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Kodi i ri zgjedhor dhe realizimi i reformës territoriale mbeten oferta e mazhorancës në Shqipëri për opozitën parlamentare. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla e bëri thirrje opozitës të fokusohet te puna parlamentare për mbylljen e 2 reformave të rëndësishme, duke theksuar se revolucionet e shpallura prej saj nuk do të ndodhin. Balla kërkoi që Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore të adresojë rekomandimet e OSBE-dit, duke vënë theks të veçantë tek depolitizimi i plotë të administratës zgjedhore. Sipas tij është domosdoshme që procesi i numërimit dhe shpalljes së rezultateve zgjedhore të përshpejtohet, duke mos përjashtuar mundësinë që numërimi të kryhet drejt për drejt në qendrat e votimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon shfuqizimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për masën e arrestit shtëpiak. Në përgjigje të pyetjes së gazetarëve para dyerve të SPAK, Berisha tha se gjykata kushtetuese me një vendim të koduar shpalli jo kushtetues vendimin ndaj tij, por nuk e shfuqizoi atë. Për Berishën ky vendim ka pasojë edhe sot. Shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi. Ndërkohë që ai vendim ka pasoja edhe sot. Nuk e shfuqizoi duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Dhe vendimi në çdo doktrinë, përveç se atë të partisë së krimit, vendimi duhet shfuqizuar. Aktualitet. Ministri e Jashtme Elisa Spiropali në një konferencë për shtyp nga Kryeministria sqaroi ftesën zyrtare që është bërë Shqipërisë nga presidenti i SBA-s Donald Trump për të qenë vendantar themeluesi i Bordit të Paqes. Spiropali gjithashtu ka komentuar dhe pretendimet për pagesa $1 miliard për të ruajtur karige në bord apo me palestinezë që të ndërtohen në Shqipëri, duke i mohuar e duke shtuar se janë produkt i armiqve politik. Jo, nuk ka detyrime financiare, është një ftesë nga presidenti Trump, pra e drejt për drejt, nuk ka angazhim tjetër përveç se angazhimit të shpallur botërisht dhe që ne sot e deklarojmë për marrjen pjesë në këtë bord, dhe sigurisht që Shqipëria me statusin e antarit themelues të Bordit të Paqes do shoh në vijim angazhime të cilat burojnë edhe nga statuti. Ky bord do të shërbejë si qeveri tranzitore për të qeverisur rripin e Gazës pas përfundimit të luftës. Është një organizëm sui generis, por që as pak dhe për asnjë arsye nuk i kundërvihet Kombeve të Bashkuara, përkundrazi rrjedh nga një rezolut e Kombeve të Bashkuara mbi krijimin e Bordit të Paqes, por edhe mbi implementimin e planit Trump për paqen në Gazë. Presidenti amerikan Donald Trump ftoi dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan të bashkohet Bordit të Paqes për Gazën. Burhanetin Duran ka ndarë për mediat letrën e presidentit amerikan, ndërsa fton Erdogan të bëhet antar themelues i Bordit të Paqes. Duran tha se Këshilli i Sigurimit të KB-s me rezolut 2803 mbështeti planin gjithëpërfshirës për përfundimin e konfliktit në Gazë, i cili u shpall nga Trump dhe çoi në një armpushim në enklavën palestineze. Në këtë kuadër, Bordi i Paqes dhe strukturat e tij po krijohen për të garantuar sigurinë dhe rindërtimin e Gazës. Bota. Një tragjedi e rënde kurudhore goditi Spanjën. 2 trena me shpejtësi të lartë dolën nga shinat në Andaluzi pranë lokalitetit Adamus në provincën e Cordobës, sipas të dhënave zyrtare të Guardia Civil. Bilanci paraprak flet për të paktën 24 persona që kanë ndruar jetë dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Guvernatori i Andaluzis, Juana Moreno, konfirmoi se 75 persona janë shtruar në spitalet e rajonit, prej të cilave 15 ndodhen në gjendje të rëndë. Autoritetet bëjnë me dije se disa pasagjerë janë ende të bllokuar brenda vagonëve të përfshirë në aksident. Fillimisht dyshohet se një tren i kompanisë Iro, i nisur nga Malaga drejt Madridit me 317 pasagjerë në bord, ka dalë nga shina dhe ka hyrë në binaret e ngjitur dhe është përplasur me një tren të linjës drejt Huelvës me rreth 200 pasagjerë, duke shkaktuar daljen nga shinat. Mbreti i Spanjës Filipe IV dhe mbretëresha Leticia kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për aksidentin e rënd dhe kanë përcjellë ngushëllime për familjet e viktimave, si dhe urime për shërim të shpejtë për të plagosurit. Mesazhe solidariteti kanë ardhur dhe nga liderët të shumtë europian, përfshirë kryeministrin italiane Giorgia Meloni, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ministrin e jashtëm italian Antonio Tajani dhe presidentin francez Emmanuel Macron, të cilët kanë shprehur mbështetjen e tyre për popullin spanjoll në këtë moment tragjik. Kryeministri i Shqipërisë është bashkuar ngushëllimeve pas tragjedisë në Spanjë, ku si pasojë një aksidenti tragjik ka numër jetë të paktën 24 persona.
me trishtim të thellë ka marrë lajmin për aksidentin tragjik e kurrëdor të ndodhur në Adamuz, shkruan mes të tjerash Edi Rama. Në mesazhin e kryeministrit thuhet se mendimet tona janë me ata që kanë humbur të dashurit e tyre dhe me të gjitha ekipet që po punojnë pa u lodhur në përballimin e kësaj tragjedie. Kryeministri i Danimarkës, Mette Frederiksen, paralajmëron se Europa nuk do të shantazhohet nga kërcënimet e presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave lidhur me Groenlandën. Frederiksen së bashku me udhëheqës të tjerë europianë lëshoi të dielën një deklaratë përbashkët ku paralajmëruan se një plan të tillë rrezikon të krijojë një spirale të rrezikshme për kërkesimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Mëngjesin e së hënës, Trump deklaroi se NATO i ka thënë Danimarkës për 20 vite se duhet të largojë kërcënimin rus nga Groenlanda, duke shtuar se tani është koha dhe kjo do të bëhet. Ai ka paralajmëruar vendosjen e tarifave të reja ndaj Danimarkës, Finlandës, Francës, Gjermanisë, Hollandës, Norvegjisë, Suedisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministri britanik Keir Starmer pas një bisede telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se siguria në veriun e epërm është një përparësi për të gjitha aleatët e NATO-s me qëllim mbrojtjen e interesave euroatlantike. Starmer tha gjithashtu se zbatimi i tarifave për ndjekjen e sigurisë kolektive të aleatëve të NATO-s është i gabuar. Ministri i jashtëm gjerman, Johan Vadeful, bëri të qartë se ai nuk pret që marrëveshja tregtare mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian e arritur muaj më parë të ratifikohet. Nuk besoj se kjo marrëveshje është e mundur në situatën aktuale, tha Vadeful në një raport nga Berlini. BE-ja dhe SBA-ja arritën një marrëveshje vitin e kaluar në mosmarrëveshjen për tarifat, e cila ende duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian. Kjo është planifikuar për javën e ardhshme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tenton bisedimet me presidentin amerikan Donald Trump lidhur me situatën në Groenland dhe Arktik. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rutte njoftoi se palët do të vjojnë të punojnë mbi këtë çështje. Do të vazhdojmë punën për këtë dhe pres ta takojë në Davos më vonë gjatë kësaj jave, tha Rutte. Trump pritet të marrë pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës të javë, ku do të jenë të pranishëm dhe udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Hollandës dhe Finlandës. Presidenti i Këshillit Evropian tha se ka vendosur të thrasë një takim të jashtëzakonshëm në ditët në vijim për çështjen e Groenlandës. Sipas mediave të huaja në një postim në rrjetet sociale, Antonio Costa tha se kjo mbledhje do të organizohet duke patur parasysh rëndësinë e zhvillimeve të fundit dhe me qëllim koordinimin e mëtejshëm. Kjo lëvizje vjen pas planeve të presidentit amerikan Donald Trump për aneksimin e ishullit të Groenlandës dhe vendosjen e tarifave doganore për vendet e NATO-s që kundërshtojnë veprimet e tij. Costa tregon angazhimet e Europës për 6 pika kyçe pas bisedimeve me shtetet anëtare, si uniteti mbi parimet e së drejtës ndërkombëtare, integriteti territorial dhe sovraniteti kombëtar, uniteti në mbështetje dhe solidaritet me Danimarkën dhe Groenlandën, njohje interesit të përbashkët transatlantik për paqen dhe sigurinë arktik dhe veçanërisht duke punuar përmes NATO-s. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.